Qielli gjithmonë ka qenë një burim frymëzimi për njerëzimin. Yjet, hëna, dielli, konstelacionet dhe planetet kanë udhëhequr jo vetëm detarët dhe udhëtarët e lashtësisë, por edhe kulturat, mitologjitë dhe gjuhët tona. Kur lind një fëmijë, shumë prindër kërkojnë një emër që të ketë kuptim të thellë, të mbajë një energji të veçantë dhe të lidhet me diçka më të madhe se jeta e përditshme. Çfarë mund të jetë më madhështore se sa vjet qielli dhe yjet? Në këtë video do të zbulojmë emra që lidhen me qiellin, dritën, universin dhe yjesit, duke parë përjardhjen e tyre, kuptimin dhe kulturat ku përdoren. Kjo është një udhtim përmes mitologjisë, astronomisë dhe historisë, që shpjegon pse këta emra vazhdojnë të mbeten magjik edhe sot. Emra të frymëzuar nga yjet dhe konstelacionet. Stela, nga latinishtja që do të thotë yll, një emër klasik i përdorur në shumë vende, që sjell me njëherë ndërmend dritën e një ylli të natës. Sidra, emër që përdoret në disa kultura arabe dhe që do të thotë yll në qiell, është poetik dhe shumë melodios. Lyra, nga konstelacioni Lyra, i lidhur me instrumentin muzikor lir, simboli i artit, muzikës dhe harmonisë. Kasiopea, një nga yjesit më të njohura të hemisferës veriore, emëruar sipas mbretëreshës së mitologjisë greke. Vega, një nga yjet më të ndritshëm në qiell, pjesë e konstelacionit Lyra, emër modern, i fuqishëm dhe i shkurtër. Altair, ylli i ndritshëm në konstelacionin Aquila, shumë i përdorur në kulturën japoneze dhe kineze. Sirius, ylli më i ndritshëm në qiellin e natës, i njohur si ylli i qenit. Në Egjiptin e lashtë, lidhej me perëndeshën Isis dhe fillimin e Nilit. Andromeda, emër i një princeshe nga mitologjia greke dhe gjithashtu i një galaksie shumë të njohur. Nova, nga termi astronomik që përshkruan shpërthimin e papritur të një ylli, do të thotë i ri, risi dhe është shumë i përshtatshëm për vajza. Emra të lidhur me diellin dhe hënën. Helios, emër grek për zotin e diellit, një emër i fuqishëm dhe simboli i jetës. Apollo, në mitologjinë greke, perëndia e dritës, muzikës dhe diellit, një emër me rezonancë të fortë historike. Selen, hynesha e hënës në mitologjinë greke, një emër i butë, poetik, shpesh i lidhur me dritën e natës. Luna, nga latinishtja hënë, një nga emrat më të njohur në botë që lidhet me misterin dhe bukurinë e hënës. Artemis, perëndesha e hënës dhe e gjuetisë në mitologjinë greke, një emër që lidhet me forcën dhe pavarësinë. Emra të frymëzuar nga planetët. Mars, emri i planetit të kuq, i lidhur me perëndinë romake të luftës, emër i fortë dhe simbolik. Venus, planeti i bukurisë, i lidhur me perëndeshën e dashurisë, një emër që përfaqëson estetik, elegancë dhe dashuri. Merkuri, emër i planetit më afër diellit, që vjen nga perëndia romake e mesazheve dhe shpejtësisë. Jupiter, planeti më i madh i sistemit diellor, emri i mbretit të zotave në mitologjinë romake, simbol i forcës dhe autoritetit. Neptun, perëndia romake e detit, por edhe një planet blu që lidhet me thellësinë dhe misterin. Saturn, një nga planetet më të njohur, i lidhur me kohën dhe ciklet e jetës. Pluto, planeti i vogël, emër i zotit të nëndhenshëm në mitologjinë romake, shpesh përdoret si emër i veçantë për djemt. Emra me origjinë mitologjike dhe qiellore. Aurora, perëndesha romake e agimit, simbol i dritës që lind çdo mëngjes. Selma, në disa gjuhë arabe, lidhet me qiellin e lartë dhe paqen. Celeste, që do thotë qiellor, një emër i thjeshtë, por i mbushur me bukuri. Astra, nga greqishtja që do thotë yll, shumë melodioz dhe unik. Estele, nga frëngjishtja që gjithashtu do të thotë yll, elegant dhe klasik. Zodiak, nga shenja e zodiakut, i lidhur me konstelacionet dhe horoskopin. Emra modern me frymëzim kozmik. Sky, fjalë angleze për qiell, një emër minimalist dhe modern. Kozmo, nga greqishtja kozmos, që do thotë univers, ka një energji të fortë dhe origjinale. Galaksi, emër shumë modern dhe unik, i frymëzuar nga vetë galaksit. Solar, nga fjala diellor, i pazakont, por me kuptim të madh. Orionis,
një variant i veçantë i emrit Orion, i përdorur në disa kultura. Simbolika dhe kuptimi i këtyre emrave. Pse prindrit zgjedhin këto emra? Sepse janë të rrallë dhe unik, dallohen nga emrat e zakonshëm. Sepse lidhen me ëndrat dhe aspiratat. Një fëmijë me emrin Luna ose Sirius mban gjithmonë me vete një prekje poetike. Sepse janë universal. Qielli dhe yjet i takojnë të gjithë njerëzve pavarësisht kulturës. Pse emrat qiellor janë kaq të veçantë? Emrat që lidhen me qiellin dhe yjet shpesh mbajnë një simbolik shumë të fortë. Shpresë dhe dritë. Yjet gjithmonë kanë qenë një burim shprese në errësirë. Udhërrëfim. Në shumë kultura, yjet kanë ndihmuar njerëzit të gjejnë rrugën e tyre. Pafundësi. Qielli simbolizon pafundësinë, ëndrat dhe të panjohurën. Mister. Shumë emra lidhen me hyjni, legjenda dhe histori mitologjike që pasqyrojnë misterin e universit. Prindrit që zgjedhin emra qiellor për fëmijët e tyre, shpesh dëshirojnë që ata të mbajnë me vete një shenjë të përjetshme, një lidhje me diçka më të madhe se vetja e tyre. Nga Stela tek Orion, nga Luna tek Aurora, emrat që lidhen me qiellin dhe yjet mbartin brenda tyre një magji të përjetshme. Ato janë më shumë se thjesht fjalë, janë histori, legjenda dhe simbole që përfaqësojnë dritë, shpresë dhe pafundësi. Kur prindrit zgjedhin një emër qiellor, ata nuk japin vetëm një identitet, por i dhurojnë fëmijës së tyre një lidhje të përhershme me universin. Dhe ndoshta, kjo është dhurata më e bukur që mund të jepet një njeriu të vogël që sapo ka nisur udhëtimin e tij në këtë botë. Për të bërë një përmbledhje për këtë video që sapo ndoqet, mund të themi që qielli dhe yjet kanë qenë gjithmonë një burim frymëzimi për njerëzimin. Në këtë video zbuluat emrat më të bukur dhe më të rrallë që lidhen me universin, nga yjetësitë e lashta dhe mitologjitë greke deri te emrat modern, si Luna, Nova, Sky. Çdo emër ka një histori, ka një kuptim dhe një simbolik që e bën unik. Nëse jeni prindër në kërkim të një emri të veçantë ose thjesht dashamirës të qiellit dhe yjeve, ky udhëtim magjik do t'ju frymëzojë. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Në hapësirën e playlistave do të gjeni emrat për fëmijë. Aty do të keni tematika të ndryshme me emra për fëmijë, për vajza apo dhe për djem. Emra tradicional apo dhe modern. Emra katolik apo musliman. Gjithashtu do të gjeni emrat për fëmijë që janë të ndaluara me ligj në Shqipëri. Ju ftojmë të jidhni një sy kanalit tonë. Faleminderit.